takova banorët e zonës së Zvërnecit. Në një takim që për gjithë ata që duan dëgjojnë është i postuar në faqen time, vlen shumë më shumë se çdo ulërim, çdo zhurmë, çdo kuje, çdo shqetësim, manipulim, falsifikim, spekulim nga çorba e ditëve të fundit. Aty takova njerëz që u fyen, u masakruan nga Flamengot Online, si njerëz të mbledhur me zor, si njerëz të mbledhur kokra, si njerëz që nuk përfaqësonin komunitetin e tjerë, ndërkohë që ata janë njerëz që jetojnë në atë zonë. Ajo zonë nuk është një zonë mbi populluar, është një zonë ku ata njerëz që kanë interesa aty, që punojnë aty, që i pretendojnë pronat e tyre aty, madje aty ku